Jemi në mjedisin e njërit prej rretheve më pregëtar të vendit, Durrësi. Ja disa të dhëna fiziko-gjeografike. Rrethi i Durrësit shtrihet në perëndim të vendit ton, buzdetit Adriatik. Në të përfshihet fusha e Kavajës, ajo e Durrësit, kodrat e Kavajës, të Ishmit dhe një pjesë e grumbullit kodrinor të kodrave të Erzenit poshtëm. Durrësi ka një sipërfaqe prej 848 km². Ka një popullsi për rreth 220.600 banor dhe zëvendin e dytë në shkallë republike. Në Durrës bëjnë pjesë 4 qytete: Durrësi, Shijaku, Kavaja dhe Rogozhina. Sonte të dashur teleshikus, në vazhdim të ciklit udhëtim nëpër Shqipëri, do të ndiqni udhëtimin ton në këtë rreth qendror të ultësirës perëndimore të Shqipërisë. Po, si mund të vish në Durrës? 3 janë rrugët, me det, me hekurudh dhe me mjete automobilistike. Sot Durrësi quhet qyteti i komunikacioneve. Kjo është edhe ajo çka e dallon qytetin e 3 sirenave nga qytetet e tjera të vendit. Durrësi është vendlindja e hekurudhave shqiptare. Nga e kaluara, Shqipëria trashëgoi një nivel zero të transportit hekurudor. Këtu në Durrës ishte një dekovil i vjetër që shtrihej nga Curilat deri tek porti. Tregojnë se nganjëherë vagonët e dekovilit që transportonin argjil i tërhiqnin edhe kuajt. Historia e hekurudhave në Shqipëri nis pas çlirimit. Po cila ishte e para? Ja këtu ushtrin shinat e hekurudhës. U zgjatën nga Durrësi drejt Peqinit 44 km. Sirena e parë është e lidhur me këtë lokomotiv, mbi trupin e së cilës koha ka bërë të vetën. Ky është një parkim muzeal. Është lokomotiva që lëshoi fishkëllimin e parë e që durrësakët e dëgjuan të parët. Atëherë ishte viti 1947. Në vitin 1948 nga Durrësi shinat u zgjatën deri në Tiranë. Sot, viti 1986, kanë kaluar 39 vjet. Shinat hekurudhore shtrihen si një arterie gjigande 420 km. Brenda 40 vjeçarve, Durrësi u shndrua në një qendër të transportit hekurudhor me një rol të rëndësishëm në të gjithë ekonominë e vendit. Pak sa larg qendrës së këtij qyteti, thuajse në terracën e parë të kodrës së Durrësit, midis të shumtave, ngrihet edhe biblioteka e rrethit. Ky është mjedisi i brendshëm. Lexuesit janë shkencëtar, student, punonjës të institucioneve e të prodhimit. Vetë lexuesit na prunë këtu, jo për të folur për ta, por për të shfletuar nga literatura e pasur artistike e tekniko-shkencore e bibliotekës. Marin Barleti, humanisti shquar e historian, e quante Durrësin të vjetër ndër më të vjetrit e qyteteve, autori i madh i letërsisë së vjetër shqiptare, e cilësonte krye qytet të taulantëve e të pafinëve. Nga të huajt, më i madhi, dramaturgu gjenial anglez William Shakespeare, në veprën e tij Komedia e keqkuptimeve, e përmend qytetin Epidam, Durrësin, si një qytet të rëndësishëm detar të pelgut Adriatiko-mesdetar. Le të udhëtojmë pra në pjesën e parë të qytetit, që i përket lashtësisë, të njohur me emrin Dyrah. Pak histori më parë se të përmendim kryeveprat e këtij qyteti antik. Lashtësinë këtu do ta krahasonim me një gjymtyr, me të cilin qyteti 3000 vjeçar kapet fort pas tokës mëm.
Në toka e Durrësit është e tëra zonë muze. Ilirët e banuan këtë vend që në fillimet e historisë së tyre. Në vitin 627 para erës son, para ardhjes së kolonistëve helen, kishte nisur rrugë bërthama e një qyteti të ardhshëm nga zejtarët e lundërtarët ilirë. Në bregun lindor të Adriatikut, Dyrahu qëndronte si qyteti më i madh, ishte qendër e rëndësishme ekonomike me ndërtime madhështore. Po, për çfarë shquan Dyrahu? Lullëzimi i artit e arkitekturës e bën atë të famshëm. Nga Durrësi, ku u zbulua ky mozaik i njohur si Bukuroshja e Durrësit, sot pret vizitor në këtë sallë të Muzeut Historik Kombëtar. Po, ç'përfaqëson ky mozaik? E pse është quajtur me një emër kaq simbolik, Bukuroshja e Durrësit? Është më i lashti i zbuluar në Shqipëri, me vlera të ralla artistike, i përket gjysmës së dytë të shekullit të 4 para erës së re, i punuar me gur zalli shumë ngjyrësh. Figura qendrore është koka e zmadhuar, por shumë e bukur e një gruaje, e rrethuar me bisqe të mëdhenj me dredheza, rozeta, lule zambaku e lule kambane, që mbushin gjithë sipërfaqen eliptike të mozaikut. Gjithçka mjeshtërore, kuadri harmonishëm, tërheqës me bukurinë e freskinë e tij, e bën mozaikun të mbiquhet Bukuroshja e Durrësit. Si një vazhdim kryeveprash, por tashmë në arkitekturë, qëndron amfiteatri i Durrësit. U ndërtua në fillim të shekullit të parë të erës së re, si më i madhi e më i rëndësishmi në Ballkan, me vlera të veçanta artistike. Gërmimet për zbulimin e amfiteatrit nisën në vitin 1966. Deri sot është hapur pothuajse gjysma. Amfiteatri është ngritur afër qendrës së qytetit dhe ka trajt elipsi me diametër 136 metra dhe lartësi rreth 20 metra. Shkallarja, dikur e veshur me pllaka të bardha, merr 15 deri 20.000 vet, ndërsa në arenë e zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. Dhe tani një kryevepër arti. Në vitin 1983, gërmimet në këtë kodër të fshatit Arapaj zbuluan bazilikën paleokristiane të Arapajt, që i përket shekullit të 6, një nga më të mëdhat e vendit. Është një ndërtim monumental, me përmasa 60 herë 28 metra. Mozaiku shquhet për kompozimin, realizimin e figurave dhe ngjyrat e pasura. Bazilika Arapajt mund të jetë kisha e Shënmihillit, e përmendur nga Ana Komnena në luftën e bizantinëve kundër normanëve në shekullin e 9. Në betejën e zhvilluar më 1081 rreth Durrësit, mbrojtësit u strehuan brenda në bazilikën e fortifikuar, së cilës ju vu zjarri nga normanët. Durrësi, pra, ka një të veçantë. Vjen në ditët tona si një nga qytetet më të lashta të Shqipërisë. Durrësi është qendra administrative e rrethit, është qytet industrial dhe porti më i rëndësishëm i vendit. Ka një popullsi prej 72.000 banor dhe zë vendin e dytë pas Tiranës. Kush nuk e di, e mëson se në Durrës
ndodhesh para dy qyteteve. Njëri nën tokë I lashtë sa vetë jeta e qytetit, tjetri mbi tokë, I ri, që jeton e lëviz pareshtur për ditë. Durrësi I ri ka historinë e tij, ku janë shkruar dy epokat e jetës së qytetit. Vizitori ecën dhe njihet me qytetin, me jetën, ndërtimet, frymarrjen e re, e në këtë mjedis lexon edhe historinë e tij. Ja këtu, pranë portit, ky vend me pamje të ndryshme nga qyteti I ri, I përket viteve 30, për të cilat në dokumenta lexojmë të thuhet: pas dëmtimeve nga tërmeti I dhjetorit 1926, u hapën disa rrugë më të gjera dhe qyteti në pjesën pranë portit mori një pamje të afërme me të sotmen. Duke ecur në përrjedhjen e historisë, ndalim në këtë vend. Më 21 nëntor 1912, Ismail Qemali, udhëheqësi I shquar I lëvizjes kombëtare shqiptare, që vinte për të kryesuar mbledhjen e kuvendit kombëtar, e cila shpalli pavarësinë e Shqipërisë, zbriti për herë të parë në Durrës. I afrohemi njërit prej këndëve të qytetit të njohur nga shumë kush. Një nga rrugët kryesore që zbret e I drejtohet Bregut, një kthes dhe ja këtu hotel turizmi. Vendosja urbanistike dhe shtrirja përsëgjati, si të thuash, I jep drejtimin vazhdimit mëtejshëm të rrugës drejt plazhit të Curilave. Hotelin e turizmit, një nga rrugët që zbret nga Kodra, e veçon prej Kullës së Kalas një beden e fortë në historinë e viteve 1939. Frëngjit e lashta të ndërtuara për shtiza e përvrojtim o kthyen në qendra zjarri për heronjt e 7 prillit të vitit 1939. Busti I Mujo Olqinakut, I derdhur në bronz, dhe topat simbolik u ngritën midis Kullës së Kalas dhe turizmit me vështrim drejt detit nga zbriti mortaja e zezë e fashizmit. Busti I Mujo Olqinakut mbetet simbol I dashurisë së popullit për liri. Pak histori për herojin e popullit. Është luftëtari I parë I shquar dhe organizatori I qendresës armatosur kundër pushtimit fashist italian në prill 1939. Ditën e agresionit fashist italian kundër Shqipërisë, u vu në krye të detarëve të braktisur nga oficerë tradhtar dhe organizoi me ta e me vullnetar të tjerë qendresën armatosur në portin e Durrësit. Luftoi me trimëri e guxim të rrallë, vrau, plagosi 10 fashist, ra edhe vetë në luftim të pabarabartë në mbrojtje të atë dheut. Ai mbetet shembull I lartë I patriotizmit dhe atë dhe dashurisë. Një kënd tjetër I këtij qyteti ndodhet këtu larg detit. Asnjë gjurmë nga e kaluara, ndërtime, rrugë, gjelbrim I ri. Në këmbët e kodrës së qytetit ngrihet një ansambël ndërtimor. Këtu prehen eshtrat e dëshmorëve të rrethit. Mauzoleumi mban në gjirin e tij 200 yje të pashuar, lavdi dhe përjetësi heronjve dhe dëshmorëve të luftës, heroizmit partizan. Në pllakat e mermerit janë përjetësuar atentatorët e atentateve. Veteranët kujtojnë e dëgjojnë si fishkëllejnë plumbat e Kajo Karafilit, Enver Veles, të Kollakut, Hajdar Dushit, të Malik Muços, të këtij brezi të lavdishëm. Dhe midis tyre, si atere kur luftonin, sekretari politik I Komitetit Qarkor të Partisë për Qarkun e Durrësit, Kozma Nushi, heroi I popullit. Ai ishte biri I Bregut. A e lindi në Vuno, e luftoi në Durrës.
Kozmanushi jetoi si luftëtar, organizator dhe veprimtar i shquar i partisë në qarkun e Durrësit. Ndaj, ai i përket edhe këtij populli. Nazistët e kapën në befasi dhe internuan në kampin e shfarosjes në Mauthausen, Austri, ku qëndroi i papërkullur. U vra nga hitlerianët më 6 mars 1944. Po të përdornim gjuhën e urbanistit, do të thoshim, prej këtej shfaqet bukur perspektiva e rrugës kryesore hyrëse të qytetit. Me këtë rrugë rëndësishme, llojet e drurëve e shkurëve dekorativ ju përshtatën ndërtimit urbanistik dhe arkitektonik të qytetit, dhe jo vetëm kaq, pisha e but, pisha e detit, selvia, oleandri, palmat e të tjera i durojnë më së miri veprimit negativ të faktorëve detar, erërave e jodit kripës. Gjithë gjelbërimi i qytetit të Durrësit përmbledhet në 550.000 metra katror parqe lëvishte dhe rreth 12 kilometra gjatësi gjelbërimi, rrugë e shëtitore. Kjo është shkolla e mesme përgjithshme Naim Frashëri, e njohur në të gjithë Durrësin dhe e dëgjuar në të gjithë vendin. Nuk është fjala për nxënës të dalluar në mësime, pse nxënës të tillë ka në të gjitha shkollat e Durrësit, por për nxënësit e dalluar në një aksion të madh ideologjik. Pas fjalës së gjashtë 1967 të Shokut Enver Hoxha, nxënësit e kësaj shkolle ishin iniciatorët e parë të luftës kundër fesë e institucioneve fetare. Ishte një betejë e re klasore udhëhequr nga partia, që ushtri më pas në të gjithë vendin. Çdo brez i ri nxënësish që nis rrugën në shkollën Naim Frashëri, mësimin e parë e merr për ata iniciator të guximshëm e për traditat revolucionare të të rinjve të shkollës. Në atë rrugë ecën ata, qindra të tjerë që erdhën e mijëra të tjerë që do të vinë. Këtu në këtë mjedis të gjelbëruar të qytetit të Durrësit, pikërisht në qendër ngrihet teatri Aleksandër Mojsiu. Historia e tij nis në vitin 1953, që shënon edhe vitin e krijimit të tij. Spektakli i parë i këtij teatri ishte komedia Vajza nga fshati. Edhe që nga viti 1965 dhe deri më sot ky teatr është pikërisht në këtë godinë të re. Dhe ne le të hyjmë në mjediset e saj. Jo, s'mund jam i çmodur ose nuk kuptoj dot njëri. Çfarë do të thosh? Përse nuk më thotë tot çfarë kanë gjë? Po ali kam ishë si. Po? Ja. Trupën profesioniste të teatrit Aleksandër Mojsiu ne e gjetëm në prova. Shoku Ali, do t'ju lutem 2 minuta do t'u shqetësojmë për të marrë një intervistë të shkurtër të shokut Mirush Kabashi. Të dashur teleshikus, artistin e merituar Mirush Kabashi ju e keni njohur nëpërmjet roleve të tij, nëpërmjet interpretimeve të tij. Dhe padyshim keni edhe vlerësimet tuaja mjaft mira për të. Për fat, shoku Mirush, unë e kam pranë tani. Shoku Mirush, teatri juaj
Në tërë aktivitetin e tij, në repertor ka patur pjesë të autorëve tanë, pjesë të autorëve të huaj, klasike, kontemporane. Sa do që të përpiqem mund të jem koncis prapse do të jem borxhli aktivitetit të madh artistik që ka trupa jon. Megjithatë do t'i lutesh edhe shokëve që të më plotësojnë për ndonjë gjë që mund të lënë mangut. Me gjithë dëshirë. Trupa ishte modeste në numër, po me shumë pasion edhe me shumë dëshirë për të punuar. Njëkohësisht duhet të thënë që në fillim fare edhe me një lloj përgjegjësie mjaft të madhe. Por duhet të thënë që trupa ka ardhur vazhdimisht edhe duke u ripërtrirë me aktorë të rinj që me siguri me një panoramim të kamerës ndjek që mosha tashmë është shumë relativisht e re, janë i student të Institutit të Lartë të Arteve, të talentuar, të cilët në krahasim me trupën që formoi për famën, plus dëshirës edhe pasionit, kanë edhe shkollën në arsimin përkatës, edhe kjo përbën edhe një garanci tjetër që do ta çojnë akoma më tutje nivelin artistik të shfaqjeve dhe të aktivitetit artistik të trupës sonë. Në repertorin e tij, në repertorin trupa e teatrit Aleksandër Mojsiu ka pjesë të autorëve vendas, siç mund të përmendim nga fillimet e saj, familjen e peshkatarit, prefektin, karnavalet e Korçës, modhitin e Kostë të Bardhit, që përbën themelet e teatrit tonë, pjesë të vëna me shumë dinjitet, të interpretuara me shumë dinjitet, shfaqje me të vërtet mjaft të mira. Unë kam patur fatin t'i shoh një pjesë të tyre. Kështu që tëra këto që thonë jone janë më së të vërteta. Po, një pjesë të mirë të këtyre shfaqjeve i ka filmuar edhe televizionin dhe i ka përcjellur tek teleshikuesit. Njëkohësisht kemi vënë edhe kartela verdh ka qenë në shfaqjet apo të kohëve të fundit tonat. Dhe Gërsheti Luftrave. Gërsheti Luftrave, një shfaqje me të vërtet mjaft e mirë. Jona, Dorina, njëkohësisht, po si, edhe tani është shfaqja fundit që neve po punojmë, kemi në fazën e fundit të tavolinës, ftesë për gjyq të një autori vendas, autori të ri, Dursak. Kemi vënë edhe pjesë klasike nga autorë të huaj, nga Gogoli kemi vënë Martesën, Revizorin, njëkohësisht kemi vënë edhe nga Molière, Ismur Imagjinar, edhe pjesë nga autorë kontemporan të huaj, siç është dramatizimi i në tragjike, të cilin edhe teleshikuesi do ta ketë parë, sepse televizioni dhe këtë pjesë, edhe pjesët që thash më lart i ka filmuar dhe i ka dhënë. Në Durrës duhet të thënë që ka një spektator me dashës, po, njëkohësisht edhe shumë eksigjent, me shumë kërkesë. Edhe kjo padyshim ju vë ju përpara përgjegjësisë edhe përpara detyrave që t'i plotësojmë edhe të jemi paraprisë në edukimin e shijeve estetike marksiste-leniniste që është detyra jonë kryesore. Mirosh, faleminderit edhe shokëve të gjithë, faleminderit uroj që së shpejti të shohim në skenat tona dhe shokët e tjerë në ekrane. Ju faleminderit edhe punë të mbarë. Faleminderit. Jo rastësisht lam për të përmendur në fund se teatri i Durrësit mban emrin i aktorit madh botror me prejardhje shqiptare Aleksandër Mojsiu. Jeta e artistit popullit na sjell këtu në Kavaj, në qytetin e tij të lindjes. Aleksandër Mojsiu, si talent i madh e me art realist, mëshiroi role kryesore në kryeveprat e artit klasik dhe të kohëve të reja. Ai u shqua në rolet e Osvaldit, Pozes, Hamletit. Vetëm rolin e Fedjes nga drama Kufoma e gjallë të Tolstojit e interpretoi 1200 herë. Aleksandër Mojsiu ishte krenar, pse ai ishte shqiptar. Nuk do të vdiste pa e marrë dokumentin e origjinës së tij. Më 1917 mori një certifikat ku dëshmohej kombësia e tij shqiptare. Më 28 nëntor 1930 o prit ngrohtësisht në një darkë të dhënë nga studentët shqiptar të Vienës. Fusha që hapet para nesh është e Durrësit. Ishte vepra bonifikuese më e madhe e rrethit. Filloi e përfundoi gjatë viteve 60. U përfituan 3050 hektar tokë e re dhe u përmirësuan 4200 hektar të tjera. Menduam të tregojmë shikuesve për një dokuri që e gjen vetëm në fushat e Durrësit e në disa fushat e tjera bregdetare. Rilindja e tyre, po ta quajmë kështu betejën e bonifikimit, u pasua nga një rilindje e dytë,
betejë e madhe për shkripëzimin e tokave të kripura. Të gjitha fushat e rrethit të Durrësit dhe të Zhabjakut, të Kavajës, Shijakut e Rashbullit, Bedenit dhe Kryelidhit u thanë, u sistemuan e prej tyre u përfituan 12.700 hektar tokere dhe u përmirësuan 9.500 hektar të tjera. Në zonat kodrinore u hapën 23.000 hektar tokere. Nuk e të projim kur themi, Durrësi është rrethi i komplekseve blegtorale dhe për më tepër dallohet për mbizotërimin e kafshëve intensive. Ja, këto janë komplekset blegtorale për rritjen dhe majmërinë e viçave në vrinë. Në Gjafëzotaj e Gos ngrihen komplekset e derave të Racës. Dhe në Durrës janë përqendruar ndërmarrjet për rritjen e Shpendit. Ky është Maminasi, qendër e kooperativës bashkuar Enver Hoxha, fshat me rreth 160 shtëpi. Po, ç'na pruri këtu? Një fakt i njohur. Kjo kooperativë e para në rrethin e Durrësit dhe e dyta në Shqipëri është vizituar 4 herë nga udhëheqësi i paharuar shoku Enver Hoxha. Duke vazhduar xhirimet në rrethin e Durrësit për ciklin e udhëtimit në Shqipëri, u ndalëm në shtëpinë e heroit të punës socialiste Shaqir Konit, një nga 6 heronjtë e parë. Me 15 prill të vitit i 1958, na thirrën në komitetin e partisë dhe më thanë që do të shkoni në presidiumin e Kuvendit Popullor. Atje do bëhet një bisedë për rezultatet të larta që ju keni arritur në kulturën e pambukut. Këtu ishte edhe shoku Shiqeri Kanapari, Heroi i punës socialiste, traktorist, heroi i punës socialiste, që neve shkuam së bashku nga rrethi i Durrësit, 2 vet ishim. Atje në sallën e presidiumit shohim të mbledhur udhëheqjen e partisë dhe të presidiumit dhe personalisht shokun Enver. Menjëherë u ulëm dhe neve ato edhe filloi menjëherë shpërndarja e dekoratave. Menjëherë shoku Enver vend dekoratën e lartë heroi i punës socialiste. Dhe më thot, ta mbajsh me nderur Shaqir këtë dekoratë të lartë dhe lartë me lartë kooperative bujqësore e Maminasit. Kemi rreth 3 vjet që filluam të rikonstruktojmë ndërtesat ekzistuese me qëllim që të krijojmë mjedisje të veçanta e sa më komode
për çdo familje që kalojmë pushimet në plazhin tonë. Dhe synojmë që deri në fund të këtij 5 vjeçarit të përfundojmë të gjitha këto rekonstruksione. Nga ana tjetër, po kaq kohë, pra rreth 2-3 vjet, kemi filluar një sistem të ri të administrimit të gjithë mjedisëve të pushimit, me sistemin e kujdestarëve që quajmë ne, i cili synon jo vetëm të shpejtoj shërbimin komunal për tërë pushuesit, por njëkohësisht të ngrejë më lart cilësinë e këtij shërbimi. Nga ana tjetër, mendojmë se kemi hedhur hapa të mirë lidhur me rekonstruksionin e tërë gjelbrimit në zonën e plazhit. Siç e shihni, kemi prerë shumë plepa. Disa të tjeri prehur natyra vetë dhe synojmë këtë boshllëk ta kompensojmë me dojë mos sa më shpejt edhe me sa më shumë lloje bimësh dekorative dhe lule sezonale. Po shohim që keni mbjellë edhe pemë të tjera, mjaft. Rreth 26 lloje kemi mbjell nga këto bimë dekorative dhe nga shumë pak sipërfaqe që kishim para 2 vjetësh, sot kemi rreth 3 hektar parqe lulishte dhe synojmë që këtë punë ta vazhdojmë në mënyrë akoma më të organizuar dhe me forca më të shumëfishuara. Siç e shihni, përfunduam një pjesë të mirë të trotuarit 5 metrosh paralel me rrugën ekzistuese që synon të lehtësoj trafikun në rrugën kryesore. Nga ana tjetër, përfunduam në tërë sektorin e Kruda dhe Apollonia rekonstruksionin e rrjetit ndriçimit, përfshi dhe ndriçimin rrugor me 2 krah. Nga ana tjetër, ndërmarrja e ndërtimit sapo ka filluar themelet e ndërtesës së re, e cila do shoqërohet me ndërtime të tjera në të ardhmen. Vendimi i qeverisë dhe plani i pjesshëm rregullues vetëm për këtë zonë që fola më lart parashikon të ndërtohen rreth 1250 apartamente. Dhe në këto apartamente do të përfshihen të tëra me të tëra mjediset edhe pajisjet e nevojshme për një pushim sa më të kulturuar të punojësve. Në ditët e nxehta të verës, plazhi i Durrësit është një qytet i vërtet buz Adriatikut.
Plazhi i dytë i Durrësit janë Curilat. Edhe ky është një plazh ranor i ngritur në këtë gjitë vogël të Bregdetit Adriatik, rreth kodrave që zgjaten nga bishti i Pallës në Durrës, në veri të qytetit. Curilat janë kthyer në qytezë e vogël me ndërtesa dhe mjedise për pushimin e argëtimin e punonjësve. Përmendëm në fillim të këtij dokumentari se Durrësi është qyteti i sireneve, qyteti i komunikacioneve. Porti është një prej tyre. Është porti i dhjetra sireneve të vaporëve të mëdhenj dhe të vegjël, shqiptar dhe të huaj që çdo ditë hyn e dalin në port. Porti i Durrësit është porti kryesor i vendit tonë, është një nga më të mëdhenjtë të detit Adriatik dhe të detit jon. Që nga viti 1985, ky port mban emrin e udhëheqësit të dashur dhe të paharuar të partisë dhe të popullit ton, shokut Enver Hoxha. Porti detar e flota detare nëpër masa shfaqen si një qytet i dytë brenda Durrësit, e të dyja janë veçori karakteristike të rrethit të Durrësit. Porti i Durrësit është i lashtë, thuhet sa vetë historia e qytetit. Në antikitete me siet, është njohur si një nga skelat më të mëdha e më të rëndësishme të Bregdetit Adriatikut. Porti i Durrësit në shekullin ton ka tjetër portret. Gjatë viteve 1928-1934 u ndërtua si port me 550 metra kalat dhe me thellësi 7 metra. Ky montazh me fotot atyre viteve sjell vizionin e portit në prag të çlirimit. Themi deri në prag pse në qershor të vitit 1944 poshtuesit nazist e hodhën në erë dhe ai përfundoi në një gërmadh. Rindërtimi i portit dhe të ankorohen lehtësisht anije 50.000 tonëshe. Ky është kantieri i njohur detar i Durrësit, kantieri më i njohur në vendin tonë. Ne erdhëm dhe u takuam me disa nga laureatët e çmimit Republikës dhe specialistë të këtij kantieri. Shoku Gani, ne duam mbi rritjen e këtij kantierit. Si erdhi, si u rrit nga dita në ditë ky kantier? Para 20 vjetësh ne kishim një punishtet vogël, kurse sot kemi një kantier relativisht të fuqishëm që riparon të gjitha anijet e flotës tonë tregtare dhe peshqimit, gjithashtu ndërton dhe anije të vogla dhe të tonazhit të mesëm. Prodhimi inxhinierë anijeve të peshqimit, ai përgjigjet kërkesave tuaja. Vetë fakti që edhe shokët folën që për një bashkëpunim ndërmjet prodhimit edhe ndërtimit këtu, i përgjigjet shumë mirë kërkesave të gjëtisë peshqimit. Kjo vjen nga fakti se shokët ndërtues, konstruktor, kanë një bashkëpunim shumë mirë me ne që shfrytëzojmë anijet.
Dhe jo vetëm që dalin det bashkë me to dhe i shikojnë si bëhet, si zbatohet teknologjia e tyre në det, por edhe në kohë të gjata me vjaqe, për shumë 5 ditë, 6 ditë, duke parë që edhe anën teknologjike të peshkimit, por dhe anën e jetesës së peshkatarit, të cilët kanë një ndryshim të jashtëzakonshëm me anijet më përparshme. Një nga problemet me të cilat po merremi sot është mbrojtja e skafeve të anijet nga gryrja, nga korozioni. Sigurisht që kjo nuk mund të arrihet vetëm brenda kantierit. Kjo kërkon një bashkëpunim dhe një impenjim të institucioneve të tilla siç është Universiteti i Tiranës për shembull. Dhe si është kryeingjiner ky bashkëpunim midis jush edhe institucioneve? Kooperim ne, si tha Shogani, bëjmë edhe me kemi bërë me Universitetin e Tiranës, me Fakultetin e Shkencave të Natyrës në lidhje me mbrojtjen e skaveve të anijes nga korrodimi. Gjithashtu kemi kooperuar edhe me Qendrën e Matematikës Llogarisë, lidhur me llogaritjen e stabilitetit të anijeve, qoftë të anijeve të transportit, peshkimit, qoftë për këto mekanizma që kërkojmë të bëjmë për studimet gjeologjike në det. Duke parë që shumë pajisje radionavigimi deri tash importoheshin, edhe duke menu se çfarë mund bëjmë ne që të shkurtojmë pak nga lista e importeve, menum si përgjithësi si kolektiv që të prodhojmë busullën e parë shqiptare. Edhe para 2 vjetësh u eksperimentu busulla, u vendos në një anije dhe deri tash ka punu mirë. Në këtë kohë i kemi hyrë punës që kjo busull tash të hyjë në prodhim në stil të gjerë, në seri. Anijet Tirana. Në anijet të tonazhit të madh të përfaqësuara me anijet Vlora, Durrësi, Tirana, Shkodra, Arbëria e të tjerë e të tjerë. Deti është i pranishëm në gjithë pjesën parimimore të rrethit të Durrësit. Kjo është pjesë e bregdetit shqiptar të Adriatikut. Udhëtimin e fundit e bëm me det drejt rretheve të tjera bregdetare të Shqipërisë.